shkatrove si stuhia e fort një shtëpi vjetër. Të kujtohen fjalët e mia, s'muj me dasht një tjetër. Shumë e lehtë për ty, për mu shumë e ron, tjetër kujt zemrën me ja dhan. Shumë e lehtë për ty, për mu shumë e ron, tjetër kujt zemrën me ja dhan. Si cigarën e fundit me pike, si cigarën e fundit dhe ike ti, kur s'më pas ke dasht. Si cigarën e fundit me pike, si cigarën e fundit dhe ike, kujt i kam besu në fund e bash. Për qava, por nuk të malkova. Nuk e prita që vjen darja, nuk e meritova. Shumë e lehtë për ty, për mu shumë e ron, tjetër kujt zemrën me ja dhan. Shumë e lehtë për ty, e ron, tjetër kujt zemrën me ja dhan. Si cigarën e fundit me pike, si cigarën e fundit dhe ike ti, kur s'më pas ke dasht. Si cigarën e fundit me pike, si cigarën e fundit dhe ike, kujt e kam besu në fund e bash. Kujt e kam besu në fund e bash. Kujt e kam besu në fund se pash. E pash. Zonja të zotrim, sa të nderuar një mbrëma dhe një së vini në show spektaklin ton dhe t'juajën në Odeon. Mirëmbrëma na em, mirëmbrëma, Zonja të dike. Mirëmbrëma. Besimi është i mirë dhe duhet besosh. Absolutisht në çdo kontakt të parë ne duhet hyjmë me besim. Përndryshe nëse nuk kemi besim në vetvete, nuk kemi besim në shpirt, absolutisht asnjë veprim në jetë nuk do ta bëjmë, sepse do të dilemojmë pafundësisht dhe gjithmonë le t'ja lëm palës së kundërt që të konstatoj e të na japi të vërtetën edhe atë realitetin se janë ata që e thyen besën apo jemi ne. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë. Jemi në shesin fjalës së mire, këngës së bukur. Jemi këtu në Odeon, në Radio Televizionin 21. Dhe në këtë weekend do të kemi shumë shka të bukur, do të kemi këngë, humore, debate, do të kemi mysafir tepër të veçantë që na sjellin përvoja shumë të bukura, të veçanta, si pista të mundshme të rrugtimit ton të suksesshëm në vazhdimsi në jetë. Edhe këtë javë, se ne sikur e sumojmë javën në përgjithësi, e kemi kalu goxha në ethe, sepse ata që i kemi zgjedhur, e që fillimisht janë zhagit në për tokë, tu na kërku votën, tash janë bë pronar të asaj që është jeta jonë. Edhe ata vendosin çish dojnë vetë, jo çish na kanë thonë neve. Nuk është për me duar trokit.
Ka dua Ti meritone. Absolutisht. Vetëm një gjë, le të jeni të vetëdijshëm ju që keni fituar të drejtën të jeni prezent në nivelin më të lartë të legjislaturës në Parlamentin e Republikës Kosovës, se duhet silleni konform kushtetutës, konform ligjeve, konform kërkesave të këtij populli që ua ka dhënë votën. Të këtij populli që shkaku juaj renditet me jetën e vet, me kualitetin e jetës vet në fund të Evropës, me shkakun tuaj, absolutisht. Kam polemizue, sikur me pas dojnë në parlament, a ke popës në sejnë në Po, kështë do të tonë apo ja dorëheqje, po zotin, apo ja dorëheqje. Ama në shkru dorëheqjen nuk pranoj të shtëpia. Ecim tutje, shifeni, këtë skenografi tër glamur, këtë glamorozitet dhe këtë gjithat glamorozitet, edhe dëshirë për jetë të bukur në shpirtin tonë ju s'mund të na e theni, as mund të na suprimoni të drejten për ta shijuar atë. Do ta bëjmë vetë. Step by step, hap mas hapi. Në këtë skenografi tër glamur, jemi të gjithë bashkë, jemi autorë dhe kreatorë të spektaklit tuaj Odeon. Me shumë gjëra të bukura në vikendin tuaj, në këtë të shtunë, e që nesër në mëngjes të dielën, sigurisht do të keni edhe një mundësi tjetër të bukur që të na ndiqni, kurse ne do të bëjmë çdo gjë që kjo pjesë e bukur që zgjat mbi 2 orë apo dikun 2 orë, e që quhet Odeon, të tingëlloj sa më mirë tek ju në shtëpi tuaj edhe kudo që të jeni në të 4 anët e botës. Po na ema të falenderoj edhe unë personin e cila po kujdeset për veshjen time, ama lejon? A është veç vetë një, a janë 2, Është një. Se 2 për i shoh që po vinë. Po vinë 2, ama është Meliza Zeqiri, të cilën e gjeni në rrugën Muharrem Pejza në Prishtinë dhe mundeni me kontaktu në numrin e telefonit 044 123 940. Bukurosha, a kime knu sonte, a një sfilat vogël? Po në mes edhe Lorës Se unë pëlqej shumë E njëjta shtëpia, po jo? Po, e njëjta shtëpia. Shumë dua trofitje. E kush na ka rregullu? E kush na ka zbukuru? Saloni i grimit, jo ndullimit, po atje veç me shkue. Merr energji pozitive. Merr energji pozitive, të zbukurojnë juve nuk se ju bëjnë. Edhe, po dhe neve na japin një dorë bukurie, sepse Agonita merret edhe me mu. Agonita herë, Agonita Sogojeva, fushë të. Sa ta zgjasim më shumë? E bakarrojmë punën. Vim tek ajo, pa humbur kohë. Do të vinë vazhdim ato që na sjellin për çdo javë gaz. Besa edhe lumturi në shtëpi tona, me satiren, me humorin e tyre. Artistët e humorit, Dada Hyr dhe Kulja! I princesa. Sa merë sysh I të utës qaqë. A peshe një veç. A I keni lënë zemrën ata? Po keni frikë që po shkon opozit? Hajt ma mirë pa zemra. Se zakonisht